Miqtë e mi, ju përshëndes gjithëve këtu nga qyteti i bukur i Vlorës, nga perla e jugut të Shqipërisë, nga Vlora e bukur. Kam ardhur përsëri këtu në Vlorë, sepse tashmë jemi në mesin e sezonit turistik dhe do doja që t'ju shfaqja video këtu nga Vlora, se si duket Vlora e bukur tashmë që jemi pra në mesin e këtij sezonit turistik të këtij viti. Do të shohim bashkë pamje shumë të bukura në vazhdimsi, tashmë në pasdite ku dal nga dal po bie dhe dielli, por do të jemi bashkë edhe në mbrëmje ku do ta shohim shëndetorën e qytetit të Vlorës, shpresoj plot me vizitor, me njerëz, me turistë që mbase kanë ardhur nga e tërë Shqipëria, nga të gjitha qytetet shqiptare, vizitor, por shpresoj që të kenë ardhur edhe vizitor të huaj këtu në qytetin e Vlorës që pothuajse çdo vit nuk mungojnë, nuk e tradhojnë Vlorën e bukur për të ardhur dhe për të shijuar bregdetin e Jonit dhe të Adriatikut, të cilët bashkohen pikërisht këtu ku jam aktualisht unë, afër tunelit të ujit të ftohtë. Më ndiqni në këtë video dhe shpresoj që të marr komente pozitive dhe nëse ju pëlqen kjo video mund të më lini një like tek butoni like dhe nëse ende nuk jeni ndjekës të kanalit, shpresoj që ta ndiqni kanalin duke klikuar në butonin subscribe. Në këtë mënyrë, ju do të merrni njoftim sapo ne publikojmë një video të re këtu në kanalin tonë në YouTube nëpërmjet kësaj platforme gjigande, siç është platforma YouTube. Do të ecim tashmë bashkë dhe do të shohim pamje shumë të bukura këtu nga Vlora e bukur. Kjo është shëndetoria Lungomare 2, e cila vazhdon deri tek tuneli i ujit të ftohtë dhe më pas fillon Lungomare 3, e cila do të vazhdoj, pra punimet e saj po vazhdojnë, do të vazhdoj deri në Orikum. Shikoni çfarë perëndimi i bukur i diellit po ndodh aktualisht këtu në Vlorë. Është magjike Vlora. Gjithmonë e kam cilësuar që është një nga qytetet e mia të preferuara. Ky është edhe relaksi që të ofron Vlora me këto zhurmet e dallgëve të detit. Është vërtet relaksuese. Siç po e shihni pra, këto janë pamjet këtu nga Lungomare 2, nga shëndetoria Lungomare 2 këtu në Vlorë. Do të ecim bashkë drejt tunelit të ujit të ftohtë, ku kemi atë pjesën e shëndetores që është për rreth tunelit, e cila kam parë që pothuajse ka përfunduar. Do të shohim edhe një pjesë të pjesës që po realizohet për shëndetorën numër 3, për Lungomare numër 3, e cila shkon deri në Orikum, pra do të jemi në një pamje të shkurtër edhe tek fillimi i shëndetores aty dhe më pas do ju drejtohemi qendrës së qytetit, pra shëndetores kryesore të qytetit të Vlorës, sepse dal nga dal po vjen mbrëmja, siç mund ta shihni edhe dielli po vjen dhe po perëndon gradualisht dhe dua që t'ju shfaq pamje shumë të bukura nga Vlora në mbrëmje. Kjo është rruga e cila të drejton drejt tunelit. Shpresoj që këto hekura të zëvendësohen me diçka më të mirë, me diçka me pamje më të denjë për Vlorën, për shëndetorën e këtij qyteti, sepse duken disa hekura të ndryshkur që nuk i përshtaten as pak kësaj pamje kaq të bukur që ka Vlora, sidomos kësaj pamje që të dhuron edhe bregdeti i Vlorës. Këtu bëhet edhe ndarja e Adriatikut me Jonin. Ky pak a shumë është kufiri, që supozohet që është tuneli i ujit të ftohtë, që bën ndarjen e Adriatikut me Jonin. Uji është i kristalt. Shikoni çfarë pastërtie ka uji. Ujë më të pastër nuk e di se ku mund të gjesh tjetër, përveç se këtu në Vlorë, përveç se në Shqipëri.
dhe perëndim më të bukur nuk e ku gjen. Nëse keni planifikuar të bëni pushimet jashtë, ju sugjeroj që të vini këtu në Shqipëri, ende ka vende shumë të bukura që mbasi po ti eksploroni do të gjeni diçka shumë të bukur, ndaj mos shkoni jashtë shtetit për të bërë pushime, qëndroni në vendin tuaj. Unë të paktën kur shkoj diku nuk qëndroj më tepër se 1, 2 ose 3 ditë. Siç kam bërë së fundmi në Positano, Capri, pra ka qenë një udhtim thjesht turistik, jo për plazh, as pak fare për plazh. Plazh kam Shqipërinë që të jep gjithçka. Plazh më të bukur se këtu, nuk besoj se gjen lehtë, pavarësisht se shohim shumë postime sidomos në TikTok ku shfaqen plazhet greke, shqiptarë që bëjnë pushime në plazhet greke, në Greqi. Nuk mund të them që në Greqi s'ka plazhe të bukura, por në Shqipëri ka plazhe që janë vërtet magjike, megjithse duhet patur parasysh pjesa e politikës që ndiqet nga pronarët e bizneseve. Në Shqipëri duhet kihet parasysh pjesa e mos abuzimit me çmimet, sepse vihet re një farë tendence për ta bërë sidomos jugun e Shqipërisë për ta bërë pisë, si mund të them, por edhe disa biznese ama vihet re që çmimet i kanë rritur jashtë masë. Kujdes me çmimet, unë kam bërë këtë sugjerim edhe tek një status tu në YouTube, tek rubrika e community, dhe duhet patur parasysh sepse nëse i largojmë këto pushues këtë vitin tjetër do të mungojnë 1/3. Keni parasysh që këto vizitorë, këto turistë që vinë në jugun e Shqipërisë, sidomos sepse në pjesën veriore Shëngjin dhe Velipoj shoh që çmimet janë të arsyeshme, por kjo vihet re, sidomos duke filluar që nga Vlora deri në Ksamil, që në disa raste janë verifikuar abuzime me çmimet. Kështu që mbrojeni turizmin, sepse një ditë nëse do të largohen këto vizitorë, këto turistë, do të jetë shumë vonë. Kjo është edhe një pjesë e shëndetores, lungomare 3, që duket më mirë tani, ndryshe nga video e kaluar që ju kam shfaqur këtu në kanal, ku edhe këto parmakët nuk ishin, këto mbrojtëset, shumë komentues me thënë drejtën kishin bërë sugjerime se përse nuk janë këto mbrojtëset, por tashme shohim që mbrojtëset i janë dhe shëndetoria duket shumë bukur. Vazhdoj, ecim. Shikoni çfarë perëndimi i bukur po ndodh. Her pas here, derisa të perëndoj dielli, do t'i shfaq të tillë pamje, sepse është vërtet shumë e bukur. Reflekset e diellit janë ngritur lart, disa prej tyre janë në ujë. Është një pamje shumë e bukur. Më vjen keq që nuk ka më tepër zoom kamera që kam aktualisht, sepse doja t'ju jepja pamje akoma me shumë të zoomuara, por kaq është maksimumi i mundshëm i afrimit të videos. Jam kurioz të di se çfarë mund të jetë ajo dritare aty. Duket si shtëpisë e vogël brenda një shkëmbi. Jam vërtet shumë kurioz se çfarë mund të ketë aty. Ky është një shkëmb mbi tunelin e ujit të ftohtë. Edhe shumë vizitorë janë kurioz dhe pëlqejnë të shëtisin dhe të ecin këtu në shëndetorën e re, ndaj duhet të ketë sa më shumë investime, sa më shumë gjëra të mira për zonat tona turistike, siç është bërë në këtë rast edhe kjo shëndetore këtu tek tuneli i ujit të ftohtë. Kur ka gjëra të mira, duhen pasqyruar, siç po bëjmë edhe në këtë rast.
ujë i kristalt. Me sa duket, do të ketë një lidhje ndoshta kjo pjesë me atë pjesën e gurët aty. Kjo është pjesë e projektit Lungomare 3. Imagjinoj nëse do të ketë një shëndetare të tillë deri në Orikum. Nëse ky projekt do të realizohet siç është parashikuar, do të jetë diçka shumë e bukur për të gjithë njerëzit, për të gjithë vizitorët që vijnë dhe kalojnë minuta relaksuese, duke shëtitur apo duke bërë plazh këtu në Vlorë. Këtu tek komentet mund të më shkruani se ku po i kaloni ose ku do të kaloni pushimet këtë vit. Shpresoj që të marr sa më shumë komente. Më shkruani këtu cili qyteti i Shqipërisë është zgjedhja juaj për këtë vit. Do të ishte diçka e mirë për të kuptuar se ku po orientohen pushuesit tanë për të kaluar ditë relaksuese, ditë pushimesh. Kjo pra do të jetë vazhdimësia e Lungomare 3. Nuk e di se si do të zgjidhet kjo pjesa e breakdatit, si mund të them, sepse nëse këtu do të vazhdojë edhe do të bëhet betonizim, i bie që mos kemi vend për pushuesit. Nuk e di se si është menduar, me thënë drejtën, por sepse as nuk e njoh projektin, as nuk kam asnjë lloj informacioni, por shpresoj që të kemi sa më pak dëmtime të pjesës së breakdatit dhe të ketë sa më shumë vende për pushuesit, ndërkohë që edhe shëndetoria duhet. Kjo është dhe pjesa dalëse e tunelit, e cila vjen nga Vlora si drejtim dhe del këtu, pra është një distancë e shkurtër. Flamurin kombëtar, kjo simbolik. Shpresoj që mos gaboj tek kjo që thash. Mund të jetë në nder të ngritjes së flamurit. Kjo gdhendje në gur, shumë e bukur me thënë drejtën. Me sa duket është bërë një farë rikonstruksioni pjesës së fasadës, sepse shoh që janë bërë punime aty. Kjo është një pamje shumë e bukur që së fundmi para se të largohem doja që t'ju jepja një imazh të tillë, sepse jemi në momentet e fundit të perëndimit të diellit. Shumë njerëz e përdorin për foto këtë moment. Këtu thjesht ka qenë një shkëmb, pra ka qenë një pjesë shkëmbore dhe tashmë kemi një shëndetare të bukur për qytetarët, për vizitorët, për turistët. Ka shumë të huaj që vinë këtu në Vlorë, do të patë parasysh që Vlora ka shumë vizitorë të huaj që vinë dhe e vizitojnë këtë qytet kaq të bukur, këtë perlë të jugut të Shqipërisë. Pas pak ditësh do të jemi në Sarand. Do të shohim edhe pamje shumë të bukura nga Saranda. Nuk mund të mungoj
seranda këtu në video tona. Si që kam bërë çdo vit, do t'jemi edhe këtë vit përsëri në Sarandë për të shfaqur video shumë të bukura edhe nga Saranda. Shikoni se si qëndron kjo pemë këtu në Shkëmbë. Shpresoj që mos ketë ndonjë shkarje të këtij muri këtu, se duket, me thënë drejtën, duket disi e rrezikshme. Pra, pjesa që këtu është bërë një zgavër, si mund të them, duket pak e rrezikshme. Shpresoj që mos ketë asnjë lëvizje ose ndonjë incident. Por, me thënë drejtën, zgjidhja më mirë do t'ishte nëse do të kishte një rrjet çeliku aty. Madje mund të them që e tëra kjo pjesë e Shkëmbit do duhet të ishte me rrjet mbrojtëse çeliku. Tashme do të kalojmë në këtë krah. Në pak do t'i afrohemi shërtorës kryesore të qytetit. Personalisht nuk më pëlqejnë këto pjesët e Shkëmbit në një kombinim me betonin. Nuk e di se çfarë dhe përse është diçka e tillë aty. Do të ishte më mirë që të ishte e pastër kjo pjesë. Do të ishte më bukur ashtu. Megjithëse këtu punimet vazhdojnë ende, nuk ka përfunduar punimet, e pra është një zonë në punime sipër kjo. Por si që thash edhe pak më parë, nëse do të ketë një, do të bëhen pra punimet cilësore në Lungomare 3, do të ishte diçka fantastike. Ja, ku dëgjojmë zëra grek, pra grekët nuk shkojnë tek ato ishujt që i shohim në TikTok apo Instagram, ishujt e famshëm grek, por vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet e tyre. E ku ka më bukur se të kalosh pushime se në Vlorë. Ke dalë thjesht për sport, apo vërtet ka peshk? Po. Për sport? Se më duket si zonë që nuk presoj se ka shumë peshk. Nëse do ta provoj një në Mëngjes del më shumë? Kiloshe. Jo gjithmonë, mos të mburemi. Ke kap kiloshe? Po, te Kalaja. Ku? Te Kalaja. Te Kalaja? Fantastike. Që është uji kaq i pastër, të ndihmon ty si për të kapë peshqit, apo më mirë të ishte pak i turbull? Ideja është i trupit. Shumë i pastër është. Është i trupit. Pse akoma bëhet më i pastër se kaq? Mos më thuj. Po ku ka më pastër se kaq? Jo, Elbasani. Jo, nuk e njoh, por vi shpesh. Shikojnë sa i pastër është. Ti je këtu nga Vlora. Jeni me fat. Jeni me fat që jeni këtu. Shiko, unë kam mbledhur shumë, edhe jashtë Evropës. Edhe nuk e ndroj vërtet Vlorën. Edhe unë shkoj shpesh, sepse kam qenë dhe në Katar. Bëj video, bëj gjëra kështu, por Shko, kampanja për qenë realist, i bën këmbë ato në këmbë, po. Edhe tani ja do shkoj në qendër. Po. E fillonin një nga rrugë e re, ku diori fillon. Fiks, Çfarë durimi kemi këmbë?
më pëlqen shumë. Sidomos më pëlqen shumë të eci. Jo, ja këto. Durim, kjo s'është me durim. Unë them, si ke durim ti që rri kaq orë, kaq minuta për të kapur një peshk. Unë jam teknik në Kështu që kjo punë është çështje pasioni, më kupton? Pasioni është shko, ky Fiks pra. Ky është sport. Ky është sporti dhe sporti gjithmonë ka pasionin brenda. Ndryshe nuk ka. Po si nuk kape një peshk tani që ishim direkt në videon. Ja filmohet që kanë kapur. Të përshëndes. Kalosh bukur se do të duhet të shkojnë në lungomare. Respekte. Gjithë të mira kalosh mirë. Mirë, pra miq, atëherë tashmë do të duhet nxitoj pak sepse duhet të shkoj patjetër shumë shpejt në shëndetëtorën kryesore të qytetit në Lungomare. Shihemi aty. Mirë, pra miq, atëherë me pak nxitim dhe vështirësi për të parkuar mjetin, sapo kam ardhur tek bulevardi Ismail Qemali, tek një nga shëndetëtoret shumë të bukura këtu në qytetin e Vlorës dhe do të përcjell pra edhe nga kjo zonë këtu, por edhe në Lungomare. Pak më pas video shumë të bukura, të cilat me thënë drejtën në këtë sezon personalisht më pëlqejnë shumë, pothuajse çdo vit ju kam shaqur video, ndaj edhe këtë vit nuk mund të mungoja pa shaqur video nga Vlora e bukur. Kjo pra është shëndetëtoria Ismail Qemali, e cila ka një distancë të konsiderueshme deri tek sheshi i Flamurit. Ka shumë lëvizje sepse jemi pra në mesin e sezonit turistik dhe Vlora gjithmonë është e mbushur me njerëz, gjithmonë ka turist, gjithmonë ka vizitor. Është një shëndetëtore që më pëlqen shumë për vetë faktin sepse ka hapësirë të konsiderueshme për qytetarët, ka zonën e kalimit të biçikletave, në mes janë ato mjetet, ndërsa në krahun tjetër përsëri kemi të njëjtën hapësirë të shëndetëtores. Tashme jemi afër stadiumit Flamurtari. Do të përcjell edhe këtu pak pamje. Ku kemi disa shatrevan dekorativ. Fëmijët lozin këtu. Nuk e se ndjek shumë futbollin dhe nuk e di se çfarë pozicioni është Flamurtari në futboll aktualisht, por mbaj mend dikur që Flamurtari ka qenë një nga ekipet shumë të forta të kampionatit shqiptar. Ishte koha kur futbolli, me thënë drejtën, kishte vlerë shumë të madhe dhe ndiqej jashtëmase shumë, tifosërit ishin të zjarrta dhe ekipi i Flamurtarit në ato vite ishte në një nivel shumë të lartë sportiv. Tashmë nuk është se kam njohuri shumë për futbollin shqiptar, se kam shumë idenë, ndaj nuk kam shumë informacion se çfarë renditje ka Flamurtari, nëse është në superiore, nëse është në kategorinë e parë apo të dytë. Di që ekipi i Elbasanit pas shumë vitesh, pas shumë peripecish, është ngjitur në superiore. Sepse kur kishte ndeshje, me thënë drejtën, Elbasani me Flamurtarin, ishin ndeshje shumë të forta. Pra çdo ekip kishte shumë vështirësi për të fituar ndaj Flamurtarit të Vlorës. Kjo tregon pra numrin e turistëve apo vizitorëve, ku i shohim baret, pizzerit apo restorantet i shohim plot. Ja ku është numri i vizitorëve që shpesh në rrjetet sociale flitet që numri i vizitorëve këtë vit është më i ulët, mbase po, por në Vlorë nuk mungojnë. Gjithmonë Vlora ka qenë e shumë vizituar nga turistët
Është një qytet që çdo vizitor, çdo turist gjen diçka për të shijuar, gjen detin, malin, fushat. Kështu që Vlora ka gjithçka, ka Adriatikun, ka Jonin. Kto janë dhe ndërtesat për gjatë shëndetore, sepse shpeshherë ne shohim vetëm në rrugën drejt, por nuk i fokusojmë shpeshherë në ndërtesat. Ndaj her pas here do të na duhet që edhe t'i bëjmë këto pamje për të kuptuar mirë ambientin. Ajo që më pëlqen këtu në Vlorë janë këto pemë që mbajnë disi freskët shëndetoren. Në fillim kur kjo shëndetore u zgjerua ose u ndërtua, si mund të them, këto pemë ishin shumë të vogla, ndërsa tani janë bërë të mëdha dhe janë shumë të domosdoshme për njerëzit që shëtisin, që ecin, sidomos në periudhën e verës, sepse sjellin freski. Unë personalisht mendoj që Vlora ka të njëjtin numër vizitorësh, madje mund të them që këtë vit Vlora, pse jo, ka edhe më shumë. Ju mund të shihni pamjet, ja ku i shohim baret e restorantet, që kanë njerëz brenda, çka tregon se këto janë vizitorë që kanë ardhur këtu në Vlorë dhe konsumojnë mbrëmjen në këto fast food-e, në këto bare apo restorante. Duhet kemi parasysh që Vlora ka shumë hapësira të mëdha për njerëzit, pra ka shëndetore shumë dhe imagjinoni se sa shumë bare, sa shumë restorante janë përgjatë këtyre shëndetoreve. Nuk do të ishte keq nëse do të shkonim drejt deri tek sheshi i Flamurit, por mendoj që të kthehemi dhe të shkojmë drejt Lungomarës, sepse dua t'ju jap pamje edhe nga aty dhe nuk dua të më kaloj minutat, ndërkohë që ora tashmë po shënon pothuajse 21 e mbrëmjes. Përcjell disa pamje edhe nga krahu tjetër i rrugës. Patur pak kujdes kur kalon nga njëri krah në krahun tjetër, sepse është disi e rrezikshme, shumë drejtues automjetësh i përdorin telefonet dhe kjo sjell kutim dhe vëmendje të dobët, pra duhet patur shumë kujdes kur bëni kalimin e rrugës. Ja, pra të dyja anët e shëndetores kanë lëvizje. Kanë shumë lëvizje. Mirë pra miq, atëherë një pyetje ju bëra pak minuta më parë. Preferoj që ta përsëris atë pyetje sepse më interesojnë shumë komentet tuaja nëse do të jepni një përgjigje se ku do të kaloni pushimet këtë vit, nëse do të bëni pushime në cilin qytet do t'i kaloni. Mund të më shkruani këtu tek sektori i komenteve, pse jo edhe nëse do t'i kaloni pra jashtë Shqipërisë, mund ta shkruani edhe qytetin apo shtetin ku do t'i kaloni këto pushime për këtë vit. Unë shpresoj që t'i kaloni në Shqipëri, do t'ishte gjë e mirë kjo, pra ato para, ato të ardhura, t'ia sillni biznesit tu në mënyrë që biznesi të investoj për vitin tjetër, por duhet patur parasysh edhe ajo që e tham pak më parë që biznesi do të jetë disi i kujdesshëm në mënyrë që të jetë i arsyeshëm me çmimet, mos abuzoj me çmimet. Dhe kjo do të ishte pra shumë korrekte me ata që vinë dhe e vizitojnë një zonë turistike, një qytet turistik, në këtë rast, siç është edhe Vlora. Për gjatë shëndetores janë edhe këto butik me veshje
shumë të bukura. Mund të vini dhe mund të vizitoni edhe këto dyqane cilësore që i gjeni përgjatë shëndetores. Si që thash, kjo është shëndetoria Ismail Qemali. Pra në këtë pozicion ku po ecim ne, po vim nga shishi i Flamurit, si mund të them, që e kemi pas shpinës dhe po shkojmë drejt shëndetores Lungomare. Po pra janë edhe ndërtesat përgjatë shëndetores Ismail Qemali, pallatet. Më pëlqen shumë kjo shëndetore dhe gjithmonë ju kam përcjell video sepse këtu duket, e kam thënë edhe herë tjera dhe nuk nguroj ta rithem, Vlora më duket një qytet më shumë se europian. Çfarë i mungon Vlorës? Hapësirat publike, nuk i mungojnë shëndetoret, nuk i mungojnë gjerësitë e tyre, korsitë e bicikletave. Është pak problem për mjetet në këtë krah, në këtë korsi, në këtë rrugë, por ju sugjeroj që të ndiqni Transballkaniken ose nëse po kaloni nga një qytet dhe për të shkuar në një qytet tjetër, ju lutem shumë përdorni bypassin sepse nuk do të keni as edhe një ndalesë përgjatë bypassit. Me të vërtetë që bypassi ndoshta zgjat si distancë pak më shumë, por ju lehtëson lëvizjen dhe nuk do të keni pengesa gjatë rrugës dhe do të shpenzoni me pak karburant. Kështu që dëgjojeni këtë sigurim sepse edhe ku kalova tani që erdha këtu, që u shkëputa nga tuneli ujtë ftohtë dhe erdha këtu, me thënë drejtë më kushtoi shumë minuta kalimi nëpërmjet rrugës e cila është përgjatë Lungomares, sepse ka shumë ngarkesë me automjete, sidomos në periudhën e sezonit turistik. Kështu që përdorni me mirë bypassin. Kjo rrugë këtu ka shumë trafik, dimër dhe verë, por në periudhën e verës normalisht ka më shumë, sepse ka më shumë lëvizje. Ndaj, e thash edhe pak më parë, nëse po shëtisni brenda qytetit të Vlorës, përdorni me mirë rrugën Transballkanike, sepse kjo rrugë është shumë e ngarkuar. Megjithëse Transballkanikja aty do të kaloj, por do të shmangni të paktën rrugën që sapo shfaqa, rrugën Ismail Qemali, do të shmangni një trafik ku mund të kaloni pra nga Transballkanikja dhe ta shmangni këtë trafik. Ky është edhe transporti publik, i cili përshkon rrugën nga uji i ftohtë dhe të dërgon në skajin tjetër të qytetit. Transporti publik i Vlorës duket që ka shumë lëvizje, por kurse ka ndonjë bllokim të rrugës që lëvizet brenda autobusit. Nuk është keq për një qytet të tillë, shpresoj që të ketë sa më shumë autobus Vlora, sidomos në periudhën e sezonit turistik. Sepse vura re kur erdha që kishte njerëz nëpër stacione. Shpresoj të paktën që çdo gjysore të ketë një lëvizje autobusi. Nuk është se kam informacion vetë, por thjesht unë po shpresoj që njerëzit mos presin më shumë se 10 minuta, 15 minuta ose 20 minuta për të shkuar nga njëri skaj i qytetit në skajin tjetër. Shme po e afrohemi Lungomares. Ka shumë lëvizje këtu në Vlorë. Një qytet plot energji, një qytet dinamik. Vlora. Ja ku do të shohim edhe pamjet e tjera duke ju ofruar shëndetores kryesore të qytetit, siç është kjo e Lungomares. Baret janë plot. Çfarë duhet më tepër?
Përdesa barët janë plot, mendoj që edhe restorantet duhet jenë po ashtu. Më vjen keq që kamera nuk është se ka shumë zoom, por me sy të lirë shoh që ka një bipopullim të shëndetores. Shikoni pak, kaq mundem që të bëj zoom. Pra, shëndetoria duket plot, duket full. Imi pres komentet e shikuesve këtu tek sektori i komenteve. Çfarë mendoj për Vlorën? Çfarë përshtypje kanë kur shohin kaq shumë lëvizje këtu në qytetin e Vlorës? Cili është opinioni për pamjet që po shihni? Do të përshkojmë një distancë të konsiderueshme sonte nëpërmjet kësaj videoje këtu nga Vlora. Imagjinoni nëse Vlorës do t'i përfundojë edhe projekti i Lungomare 3. Do të ishte diçka magjike për këtë qytet, duke lidhur Orikumin me pjesë të tjera të qytetit, siç janë dy shëndetore të tjera, Njishit dhe Dyshi. Do ishte një gjë ideale për qytetin e Vlorës. Përse? Po them që nëse, sepse është një projekt i madh dhe me thënë drejtën kërkon shumë investim, kërkon shumë impenjim, kërkon dhe disa biznese të shkatëruara që do të preken nga ky projekt. Duke shkuar më tej, do të shohim që kemi më shumë lëvizje të njerëzve, sepse është Vlora, pra është Vlora e bukur, me kaq shumë hapësirë. Temperatura është e lartë, është aktualisht 29 gradë. Pra pavarësisht se erdhi mbrëmja, përsëri në Vlorë temperatura është e lartë. Një darkë thjesht këtu në Vlorë me shpejtësi, sepse do të duhet bëj dhe videon. Çmimet janë një lloj si vitin e kaluar, 450 lekë, 70 lekë, edhe ky dhalli 70 lekë. Përsa jenë çmimet e shtrenjta, nuk janë fare, janë çmime standard si ishin vitin e kaluar. Hajde të na bëjë mirë, edhe pas konsumimit të darkës do të dalë përsëri tek rruga që të bëjmë edhe video. Shihni pas pak. Kjo është edhe darka. Gjithmonë vit te ky restorant këtu. Restorant nuk është, po është fast food. Pas darkës së shpejt, me shpejtësi lëvizim edhe shohim pamje të tjera. Këto janë bare të cilët më shumë të shërbejnë akullore. Shpeshherë edhe unë këtu ulem me familjen për të konsumuar një ëmbëlsirë apo një akullore. Kjo është zona e Lungomares tashmë. Kjo doja t'ju jepja pamje nga kjo zonë. Kaq e bukur e Vlorës, e cila gumzhin nga njerëzit. Këtu në shesh zhvillohen shpeshherë
koncerte apo shfaqje të ndryshme artistiko-kulturore. E gjë e tillë po zhvillohet edhe sonte, pra duket që Vlora ka shumë vizitorë këtë vit, ndryshe nga ato çka flitet në rrjete sociale që turizmi këtë vit është më i dobët. Unë mendoj të kundërtën. Turizmi këtë vit mbase mund të jetë diçka edhe më shumë. Të paktën në këtë rast flas për Vlorën. Kapi çiklet. Qëshi. Tu e shohim këtë koncert që po zhvillohet, këtë shfaqje artistike që po zhvillohet këtu në Vlorë. Nuk është ky qëllimi i videos, kështu që thjesht po jap disa imazhe momentale dhe pas do të drejtohem shëndetores Lungomare. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë ecim, një parad me mjetet legjendare, siç është Benci, janë këtu në Vlorë, ja ku I shohim pra mjetet më të përdorura nga shqiptarët, siç është Mercedesi. Modelet ndryshme Mercedes I shohim në këtë parad, si mund të them. Pra janë mjete që ruhen nga fanatikët, nga njerëzit që I ruajnë me fanatizëm këto mjete. E kjo është diçka e mirë, diçka pozitive. Vazhdojmë drejt, shohim disa pamje. Tani të gjoni si këndon ajo të Shoh shumë modele Mercedes-ësh, megjithëse nuk është se jam një njohës për të cilësuar modelet e tyre, por duket që është 200-shi, 220-shi, 240-shi, janë dhe Mercedes të tjerë këtu në këtë parad mjetësh. Edhe flamurit ynë kombëtar. Kërkoj që kemi edhe këto shtëpizat ku me sa duket tregtohen gjëra artizanale, tregtohen punime të ndryshme, por edhe suvenir për njerëzit që duan të dhurojnë diçka njëri tjetrit. Këto janë dhe baret e improvizuara këtu në mes të sheshit. Po bën live? Jo. Ja. Regjistrim të herë. Të shikon babait tim në YouTube. I pëlqejnë babait videot? Lonjak. Qa thot? Shikon live. A I pëlqejnë? Po. Tani kemi ndruar pak stilin I bëjmë regjistrim, se është më pastër, është më bukur. Video. Po. Po ti nuk e shikon? Vetëm po Hajde, përshëndes. Mirë, pra, sot u bëj disa di person që thot I shohin videot e tuaja. Pra, pak a shumë
njerëzit na njohin tashmë. I falenderoj shumë ata që me përshëndesin gjatë rrugës kur janë një moment. I falenderoj pa mas të gjithë ata që me përshëndesin gjatë rrugës, siç është rasti edhe këtij djaloshit që me foli këtu edhe me përshëndeti, duke qenë se ai tha babai im ishte shumë vitet e tuaja, por edhe unë i shoh, kështu që me këtë rast i përshëndes të gjithë ndjekësit e mi kudo që janë brenda territorit shqiptar, por edhe jashtë territorit, sepse kemi shumë shikues nga jashtë Shqipërisë që na ndjekin prej vitesh tashmë në kanalin tonë në YouTube. Ju përshëndes dhe ju jam shumë mirë njohës. Vazhdojmë ecim dhe ju përcjell pamje të tjera këtu nga Vlora e bukur, Vlora perla e jugut të Shqipërisë. Pase këtu mund të jetë një bilardo, mos gaboj. Ja të shohim nëse mund të ngjitem pak tek shkallët për të parë se çfarë mund të jetë, po është me sa duket një bilardo, një kampionat bilardo e se çfarë është, nuk e di. Mirë pra. Shikoni çfarë gjallërie ka lungomare këtu në Vlorë, ndryshe nga videot që kemi realizuar gjatë dimrit. Jo se Vlora është e fjetur gjatë dimrit, por njerëzit janë në punë, punojnë jashtë Shqipërisë, shumë njerëz nga këto që po shohim janë dhe vizitorë, turistë që vinë dhe shëtisin këtu në Vlorë, vinë, kalojnë pushimet e tyre këtu në Vlorë dhe kjo është diçka super pozitive për qytetin e bukur të Vlorës dhe Vlora e meriton. Nëse keni ardhur këtu në Vlorë, nëse jeni aktualisht, ose nëse keni qenë gjatë javëve të kaluara, më shkruani këtu se çfarë nuk ja ka pëlqyer, nuk ju ka dukur diçka e bukur për kohën, për ditët, për javët që keni kaluar këtu, dhe mbase ata që do t'i shohin videot, mund edhe të jetë një, si me thënë, një angazhim për të përmirësuar veten e tyre. Kështu që më shkruani këtu poshtë se cilat janë pikat pozitive ose negative që ju keni hasur kur keni qenë këtu në Vlorë për turizëm, për të vizituar këtë qytet, por pse jo, edhe për një fundjavë. Siç vi unë zakonisht, sepse unë jo se qëndroj shumë kur shkoj diku, jam person që lëviz shumë dhe më pëlqen të eksploroj zona të ndryshme. Edhe këtu në Vlorë kur vi, nuk qëndroj më tepër se 2-3 ditë, pra ndaj ka shumë njerëz të tillë që qëndrojnë pak dhe lëvizin. Pra janë vizitorë që duan të eksplorojnë shumë, siç kam bërë këtë vit ku e kam nisur në Shëngjin, Velipoj dhe Golem, Durrës dhe tashmë jam këtu në Vlorë për të kaluar edhe unë disa ditë ushqimi këtu në Vlorë. Pra do të jem rreth 2-3 ditë këtu. Ndaj dhe komentet tuaja këtu janë për të përmirësuar edhe ato shërbime ose ato gjëra që duhen rregulluar nga ata që kanë një biznes ose pse jo edhe institucionet që në këtë rast duhet të zëvendësojnë këto llampat, këto dritat. E kemi përmendur disa herë. Pra shkruani këtu atë problematikë që ju keni hasur kur keni qenë këtu në Vlorë. Ne duhet të themi gjërat e mira, por duhet të themi edhe gjërat që janë për të rregulluar ose duhet rregulluar. Jo vetëm në Vlorë në këtë rast, por kudo ku shkojmë, kudo ku shëtisim, kudo ku eksplorojmë një qytet, dhe shpresoj që gjërat që janë negative të përmirësohen dhe të rregullohen sa më mirë këtu në qytetet tona, në qytetet shqiptare, sidomos në qytetet ku ka zhvillim turistik, siç është edhe Vlora. Ka shumë intensitet lëvizja këtu në Vlorë, shumë njerëz shëtisin në këtë pjesë të shëndetores, shumë të tjerë kalojnë nga ajo anë aty, por shumë të tjerë shëtisin tek shëndetoria që ishim disa minuta më parë, siç është ajo
bulevardi apo shëndetoria Ismail Qemali. Mi pra atëherë mendoj që të kalojmë në anën tjetër të rrugës ku dua t'ju jap imazhe nga shëndetoria tjetër paralele që është përgjatë rrugës kryesore të qytetit. Aty ndriçimi është tjetër gjë, është ndryshe. Do ta shihni vetë ndriçimin edhe ndryshimin që sjell pra një zonë e ndriçuar mirë. Shikoni mirë, kanë ngrënë, kanë pirë me pica, me ujë, me gjëra dhe i kanë lënë këtu. Si mund ta bësh këtë lloj gjëje? Shikoni çfarë pamje e bukur, si mund të bësh një diçka të tillë, është sigurisht diçka që jam duke xhiruar, sepse do ta merrja dhe do ta hedhja në kosh tu afër, por jam duke bërë videon dhe e kam pamundur sepse i kam duar edhe zëna. Por si mund të lesh diçka të tillë në këtë park të vogël që ka Vlora këtu në Lungomare? Është diçka shumë e ulët. Se marr vesh sinqerisht. Sinqerisht se marr vesh. Unë kam një bidon ujë bosh, një shishe ujë që kam 2 orë që e mbaj bosh në çantë, sepse dua të gjej vendin për ta hedhur, ta hedh tu, ta hedh aty. Dhe e mbaj në çantë derisa të shkoj në shtëpi. Se kuptoj. Kjo është pjesa ballore e rrugës, ku janë edhe të vendosura pra baret e famshme këtu në Vlorë. Duhet t'ju jap pamje nga ajo zonë aty, por thjesht të duhet të shkoj të kaloj aty ku është vendi për kalimtarët. Vijat e bardha pra, ku mund të kalojmë edhe të hidhemi në anën tjetër të rrugës. Me thënë drejtën u bëra pak vonë sepse vajti ora 10:30 e darkës dhe duhet isha pak më herët këtu, por siç e thash ka distancat konsiderueshme Vlora dhe mu desh që televizja automjetin plus që konsumova pak një darkë të shpejt diku të një fast food. Tashmë do të shëtisim në shëndetoren që mua më pëlqen shumë, siç është shëndetore kryesore e qytetit të Vlorës. Ecim dhe shohim pamjet. Ja pra, kjo është shëndetoria këtu në Vlorë. Ajo ka gjatësi shumë të madhe në krahun e djathtë, por është e pamundur që të përshkohet në këmbë gjithë ajo distancë. A imagjinoni se sa distancë ka, është një distancë e konsiderueshme. Kështu që po eci në krahun të majt dhe t'ju jap nga ky kënd disa pamje. Të shkojmë bashkë deri tek zona ku ishim pak më parë, siç është shëndetoria Ismail Qemali. Si shumë të duket, baret janë plot, baret e restorantet janë të mbushura, çka tregon se Vlora në çdo cep të saj ka lëvizje. Ka lëvizje të vizitorëve, të turistëve që kanë zgjedhur këtë qytet për të kaluar pushime dhe të imagjinoni që ende nuk ka ardhur muaji gusht. Në muajin gusht këtu është plot. Është kulmi, pra kulmi i sezonit të plazhit, për mendimin tim është nga data 1 deri në datë 30 gusht. Sipas videove që kanë bërë, sipas eksperiencës time, këto pra janë ditët kur Vlora dhe çdo qytet tjetër turistik i Shqipërisë mbushet plot me vizitorë. Fast foodet i shoh shumë plot, sidomos fast foodet, restorantet, pizzerit.
I shoh plot. Përsëri po basi max tani. E thash pra, kanë ardhur në mënyrë të organizuar. Një minutë. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë ecim, sepse e nisa me shumë entuziazëm, si që thash, por me ra tempi, me ra ritmi. Me ra ritmi, sepse s'ke dhe çfarë thua, lidhesh në këtë rast. Ngjyrë e bukur ky, mjeti, lançja mes atë bukët, mos gaboj. Janë disa agjenci që bëjnë guida turistike, që të dërgojnë në zonat e ndryshme ku nuk shkohet në rrugë toksore, pra shkohet vetëm me skafe, me varka ose anije turistike. Pra ato guida turistike i gjeni përgjatë shëtetores këtu në Vlorë. Tashme po afrohemi qendrës qytetit, qendër. Qendër nuk e di se nëse quhet fusha këtu tek Lugomare qendra, sepse bashkia ndryshe nga shumë qytete të tjera është diku në fund të qytetit, është ndryshe këtu në Vlorë. Zatisht e keq nëse bashkia të ishte këtu afër qendrës, do të dukej më bukur, mendoj. Shikoni si janë baret apo restorantet, janë plot. Gumzhin muzika gjithandej, sepse ka dhe koncert aty tek fusha e madhe tek sheshi, pra ku është edhe Lugomare. Ky bar, ky restorant ka zgjedhur një mënyrë tjetër për dekorit e tij. E kam filmuar edhe tek video e kaluar ku ka këto kashtat e vendosura këtu sipër, ndryshe nga disa nga baret e tjera që operojnë përgjatë kësaj shëndetorie. Atje pra po zhvillohet koncerti, ku kaluam disa minuta më parë. Të gjitha baret, restorantet i shoh plot. Imagjinoni jemi në mes të muajit korrik. Imagjinoni në mes të muajit gusht. Pra, muaji gusht do të jetë edhe kulmi i sezonit turistik për këtë vit. Mirë, pra, atëherë vazhdojmë edhe për disa minuta bashk. Pra nëse duket këtu është vendosur një ndërtesë për turistët. Turistët mund të gjejnë zonat e tyre turistike, po afrohen pak. Mirë, pra miq, atëherë më la përshtypje kjo godin e vendosur këtu Rishtas, sepse nuk e kisha hasur herë tjera këtë objekt këtu dhe më la përshtypje dhe u afrova. Aty ishte një vajzë që më foli dhe thjesht unë po ja kaloj mikrofonin vajzës që të më thot dy fjalë se për çfarë shërben ky objekt këtu, sepse shoh që është një objekt më së shumti për turistët, për t'u gjetur turistëve, pra është një tourist solution.
Nëse po kaloj mikrofonin dhe më të thot dy fjalë vajza. Unë jam Stella, ju prezantoj me Tourist Solutions. Kemi çdo lloj informacioni për turistët, kemi çdo zgjidhje, që në ITM, exchange, informacione turistike, informacione se çfarë mund të vizitojnë në Vlorë. Dhe mbi të gjitha që jam më e rëndësishme është sepse është aksesibël për të gjithë personat me aftësi ndryshe, qoftë personat me një karrige me rota, qoftë personat që kanë probleme me shikimin apo me dëgjimin. Pata mundësi që të bisedoja pak me vajzën që ishte tek ajo ndërtesa aty, ajo zyrë, si mund të them, që ishte një zgjidhje për turistët, si për guida turistike, por edhe për exchange ose gjëra të tjera që turistët kanë nevojë. Një koncert është duke zhvilluar disa metra me tutje, ndaj dhe zhurma akustike është disi e madhe dhe edhe komenti është disi i vështirë për të bërë gjatë ecjes. Shpresoj që muzika mos me bllokoj videon. Hajde në djata. Kemi edhe këto bicikleta që mund t'i merrni me qera. Para pak minutash komunikova edhe me një person që merresh me guida turistike, sepse ka dhe njerëz që nuk duan të flasin para një kamere ose para një mikrofoni dhe jo të gjithë pra mund të shprehin atë që kanë edhe që duan ta thonë. Kështu që ai person më shprehu që vërtet ka njerëz, vërtet ka lëvizje, por janë turistë disi jo shumë të kamur, si mund të them, këtë vit. Pra, shumica turistëve janë nga zonat lindore të Europës. Normalisht italianët nuk mungojnë asnjëherë, sidomos këtu në Vlorë. Italianët janë prezent, por sipas këtij biznesmeni, si mund të them, sipas këtij personi që merresh me guida turistike, ishte pra problemi që turistët, me sa kuptova, nuk shpenzojnë shumë para këtë vit. Pra janë turist ekonomik, ndoshta mund të jetë shprehja e duhur. Janë turist që bëjnë një farë ekonomie për të shkuar ndoshta me anije ose me skafe ose me varka të ndryshme për të shkuar në zona turistike. Nuk e di, por të paktën baret apo restorantet unë i shoh që kanë shumë njerëz, kanë shumë klient në brendësitë të tyre. Në thënë të drejtën, Vlora më pëlqeu shumë, përveç pjesës negative që e përmenda edhe gjatë videos, që kishte shumë njerëz që kishin ardhur për të lypur fatkeqësisht dhe ishin stacionuar pothuajse në të gjitha rrugët e Vlorës. Mu duk që kishin ardhur në mënyrë të organizuar, shpresoj që të jetë vetëm sonte dhe mos jenë net tjera, por nëse nuk merren masa gjatë gjithë sezonit turistik, mendoj se kjo problematik do të jetë evidente këtu në Vlorë. Gjithsesi, Vlora duket e bukur, Vlora duket plot me njerëz që shëtisin poshtë lart, nuk e kam idenë se si janë bizneset, janë të kënaqura me këtë ritëm turistësh, me këtë ritëm vizitorësh, por duke parë numrin e madh të njerëzve që lëvizin në rrugët e qytetit të Vlorës, mendoj se turizmi këtu në Vlorë është shumë i mirë këtë vit. Gjithsesi, ju mirëpres këtu te komentet për të dhënë mendimin tuaj, përshtypjen ose opinionin tuaj.
për pamjet që ju ndoqët përgjatë kësaj videoje dhe pjesa tjetër ku unë dua që t'ju rekomandoj ose t'ju sugjeroj është që të ndiqni kanalin tonë në YouTube duke klikuar në botonin subscribe nëse nuk e keni bërë diçka të tillë. Çfarë po prisni? Ju mirëpres t'i bashkoni komunitetin tonë këtu në YouTube duke u bashkuar me ne, duke bërë një kanal i madh, do të shohim më shumë video profesionale dhe të bukura nga e tërë Shqipëria, por edhe nga qytetet e mëdha europiane. Nga Vlora ju përshëndes, kalofshi bukur pushimet të para. Ju mirëpres te komentet. Natën e mirë, kalofshi bukur.